Fillimisht ishim vetë përfaqësuesit e Vlenit, zotëri Zet Megjiti, zotëri Kasami, por edhe shumë tjerë, të cilët kanë thënë se pritet që deputet të frontit të kalojnë nga radhët e Vlenit. Ndodhi e kundërta, kaluan disa nga Vleni jashtë. A pritet tash nga fronti të kalojnë përsëri disa tjerë në Vlen? Pra gjatë gjithë kohës po flitet për këto transfere të deputetëve. Besian, unë nga Vleni që kanë kalu dikun tjetër, unë nuk kam dëgju. Të ravari me deputetet e tij. Është një proces që akoma s'është zbarë deri në fund. Ne kemi bë grupin, në fakt koordinatorin e grupit të Vlenit, dhe ju kemi bë ftesë gjithve se ju gjithë deputetët jeni Vlen. Keni marrë vota nën siglën apo nën emblemën e Vlenit. Ne ju kemi bë thirrje që të gjithë ato të na mbështesin dhe të rreshtohen atij ku i kërkon që t'jenë votusit. Tash normal këtu mund të ketë edhe hesape tjera, mund të ketë edhe nuk e di çfarë kalkulime, po njerëzit cilët kanë dinjitet dhe integritet dhe kanë përgjegjësi morale dhe politike e kanë vendin këtu edhe unë mendoj që do të mbeten në Vlen. Ata të cilët pranojnë lojën që Arbeni va servon, ta hanë çorbën cilën e ka zi bashkë me Aliametin, nuk mund të komentoj se nuk e di edhe kush do të mbes deri në fund aty.